Si që kanë bërë me këtë, ka thashe theme, mund të jenë fare thashe theme, që endri, prare shumë kosh, dhe më thënë edhe unë kam dyrë këtë, si që geron meqen, si këtë tjetin, dhe endri Meksin kanë dashur ta marin. Nuk qëndron, si a marrë Nuk qëndron. Ja. Nuk qëndron. Ka pasur ndërhyrje, biseda. Marrje pengë është të fjalë, takime, kafe, dreka, to që ndodhë në Shqipëri. Ta që të themet që ndodhë në vendin ku ne jetojmë. Atëhere, ju nuk shkot vetë, ju thirë në spak. Po. Tani, për shfar ju thirë dhe ty jeni personë djeni? Nuk dita them, nuk dita si kallëzues për një kallëzim që kam bërë në 27 prill. Mund të dim atë apo? Është një kallëzim që kam bërë ndaj një antare të KVO-s që del të dosja Spakut, të dosja e dhjetorit, më vonë të dosja e prillit, ku dalin 2 saktësime të tjera mbi statusin e asaj zonjës. Ato informacione që kisha për çfarë gjykoj unë që ka vlerë, ja kam çuar Spakut. Momentin e parë ndoshta ka qenë paksa më e cekët, se dhe interesim në atë kallëzim aq ishte. Javës kaluar kam shoqëruar një material shtesë të njëjtën që mendoj është më interesant tashmë. Material tjetër? Po. Nga këto, ka gjëra që mund t'i deklarosh, apo janë ruhet? Besoj nuk është korrekte, se do të them ata njerëzit bëjnë punën e tyre saktë. Ka sekretin e timor. Ose bëjnë pjesë ambientit. Unë i kam thënë një pjesë indirekti duke trajtuar pyetje ndryshme që më shtrohen, po do ishte mirë në atë formë që e kam dërguar, t'ia lejmë zotët punës bëjnë punën vetë sa më saktë. Tani Meksi, përveç akshit, që ne e kuptojmë tani vendi ku qarkulloheshin para më shumë se kudo sigurisht që grerat shumë do të vinë vërdallët për ta thitur mjaltin. Jemi shumë okej në këtë pikë. Dhe të gjithë e dinë. Dhe ne nuk është se zbulojmë në një, po ndërkohë po një vend i tillë, një oazë shumë i kamur, ishin dhe baset të cilat u mbyllën me bujë të madhe. Bastet këto, kazinat këto hapën prapë, po baset u mbyllën me një bujë shumë të madhe që Shqipëria tani po jep të fund një problemi shumë të madh, ku në çdo baton, në çdo 3-5 hyrje kishte një bastore. E të gjitha, dhe thamë, shpëtua ma kjo. Ndërkohë këto tani kanë një kohë të gjatë, edhe pse është bërë një bord i cili paguhet, është një kryetar që paguhet e të gjithë, befas tani këtu, kjo është ilegale. Që do me thënë kjo? Pse u mbyllën apo pse nuk po hapen? Jo më le të hapen ato, po pse ilegalisht si vazhduan dhe punonte edhe një institucion që bëri me kontrollin e tyre, një bord. Që do me thënë kjo? Për t'i rënë shkurt përgjigjes pse vazhduan, pse proliferuan, po themi bastet pas mbylljes, teknologjia që i mundëson përdorimin e tyre në masë është goxha e aksesueshme dhe ka ardhur. Edhe kur ndalohet. Po, dhe ka ardhur tërkohës në përmirësim. Por nuk është se u desh teknologjia që shmangu mbylljen TikTokut për dhënë lulëzim basteve. Bastet kanë një strukturë shumë kapilare në territor dhe nuk është se ka qenë nevoja për pasur VPN-rat e famshme për të realizuar. Ka qenë shumë e thjeshtë. Sekond vetëm e kësi Klevis më shkruaj, sepse unë jam duke fol jam live në televizion, po ke një problem më shkruan, e kupton? Se nuk të përgjigjem dot. Falë, se është në pjesën e dytë. Dhe t'i balju se të sheditit, të shtunën, nuk janë vetëm këto allëre. E kemi dhe dashëmijës. Akshi dhe bastet e këto. E kemi dashëmijës të dyja tema me Klevisin. Po, kemi doktorin që tjetë të shtunën vëkurorën e madhe të... Kështu që Klevis më shkruaj çfarë ke dhe unë e këndoj, e lexoj shkrimin tënd. Po Meksim, falë, ndesin. Asi që, për mendimin tim teknikisht, ishte shumë vështirë të realizojmë mbyllja që u premtua. Po kjo është debat totalisht teknik versus ati politik dhe nuk ja vlen fare ta bëjmë se janë dy tema ndryshme. Unë si jam politik që nuk kam atë interesi fare. Analiza mbi pse bastet hecën aq shumë, se i pëlqen njerëzve, që i duk që pëlqen. Si thuash pse ka trafik droge. Është në gjithë botën ajo Meksis. Si është? Është në gjithë botën. Po pra, si thua pse ka trafik droge në Evropën nga Franca, Beneluxi dhe Gjermania. U shijo shumë tani, më bet kot kjo, ta hapësh të debat. Çfarë bën shteti për ta kundërshtuar? Shteti çfarë bën? Po debati ka qenë gjithmonë të planta shtrova pyetje. Që nga koha e 29 të sektej ka qenë gjithmonë te legalizimi kundrejt prohibicionit, pra ndalimit, masave represive. Ky është debati që më takon më ylli. Unë di të them që sot ka një ligj që ka kaluar ka 2 vite e 2 muaj, 2 vite e 3 muaj,
është në fund procesit të akteve në ligjore, është mund në fund fare dhe shpresojmë të hapet sa më shpejt gara për licencat. Dhe kjo histori marrë një rrugëzim tjetër për 10 vitet që vinë. Kaq. Po, më thonë, kështë gjithë po të janë një sekundë. Ha? Unë nuk e njoh këtë pjesë, këtë çështjen e Basteve fare. Fare s'ke vënë njërë? Kur? Asnjëherë. Jem e fash. Është shumë e prekshme. Jo, mund të bjerë njëra, jo. Po të vështë të kundur të mund të bjerë, më. Është më e prekshme për publikun kjo e Basteve se sa Akshi, se nëse Akshi është kështu një Është më e kufizuar, e. kushme, në shumë detaje, kjo e Basteve është e prekshme nga të gjithë. Pra, shumë shqiptarë vjojnë von Baste online. Për ta pak rëndësi ka në themi janë të deklaruara apo s'janë të deklaruara. Pra, në të gjitha variantet, ata që duan të vënë Baste, i vënë Bastet. Problemi këtu është se çfarë përfiton shteti shqiptar nga Bastet. Pra, derisa janë ilegale, nuk përfiton asnjë. Fiton në pingat e qeros. Në momentin që bëhen legale, shteti do përfitojë diçka. Xhiroja që kanë Bastet aktualisht llogaritet diku te 2 miliard euro në vit. Totali i Basteve të vëna presupozohet të jetë 2,5 miliard euro, nuk është xhiro, tamam termin sakt në rast. Se nuk është lek i çakulluar realisht. Dhe në momentin që ato do bëhen legale, duhet që disa kompani të marrin licenca për të ushtruar aktivitetin. Dhe këtu pastaj fillon edhe gara mes atyre që duan të jenë legal dhe atyre që ndoshta do vijojnë të jenë ilegal të Bastet. Prandaj them këtu ka shumë më tepër interes për publikun se sa çështja e Akshit. Dhe në këtë pikpamje, pse mendon se mund të jetë dhe Bastet një nga arsyet që të kanë kërcënuar? Jo të kërcënimi, se sa të ndërhyrjet e strukturave të Akshit. Ajo që kam quar shtresë. Ka lidhje Akshi me Bastet? Ka lidhje Gyrsagasi. Ajo është ura për bashkët. Ma shpjego si... Ajo që kam dërguar në SPAK javës kaluar material shtesë, është një element që u mendoj që provon tentativën e zotit Agasi për të lidhë dy botët. Si bëhet kjo? Ka mundësi teknologjia të bëhet? Nuk është teknologjia në mes, është ai si person ndesat e tia. Prandaj thash që Ermal ishte të Akshi, Gysi ishte të bota nëndeshme. Dhe ndesat të tjera. Shkruajnë tani që për shembull kanë shkruar në përmedje pasuri e madhe kjo Akshit. Para linda Meko Çeshtati. Alfred Mezini. Tjetër histori. Tjetër. E kemi trajtuar, po është periferike. Është shumë interesante, po mos ta fusim sot. Ka lidhje. Jo ka lidhje, po është tjetër temë. Po është po këtu. Po këtu. Edhe një këngëtare përmendin që unë s'duhet ta them. Këngëtarja Shkotës ka. Kot fare. Ai shoku jonë ka vënë. Mund të ketë lidhje, se ka ndërzuar me kujdes. Mos i bim qafë, ndoshta ka lidhje, po nuk është objekti i interesit. Faturat thotë ai. Po. Okej, tjetër tani. Kishe bazon? Jo, nuk e njoh këto, se kam ide si funksionon.